Përshëndetje të dashur miq, ky është horoskopi javor nga 26 maj deri më 1 qershor 2025 për çdo shenjë të zodiakut. Le të shohim çfarë parashikojnë yjet për këtë javë për të gjitha shenjat. Qëndroni deri në fund ku do të flasim për shenjat më me fat të javës. Le të fillojmë shenja e parë. Dashi 21 mars, 19 prill. Puna dhe financat. Java është e favorshme për të nisur projekte krijuese. Dashuria, mundësi për takime romantike. Këshilla, mbaj një qëndrim të hapur dhe pozitiv. Demi 20 prill 20 maj. Puna dhe financat, kujdes me financat, shmang shpenzimet impulsive. Dashuria, komunikimi i hapur me partnerin do të forcojë marrëdhënien. Këshilla, ushtro durim dhe reflektim. Binjakët, 21 maj 20 qershor. Puna dhe financat, mundësi për të mësuar dhe zgjeruar njohuritë tuaja. Dashuria, mundësi për fillime të reja dashurie. Këshilla, bazoju në intuitën tënde dhe jini fleksibël. Gaforia, 21 qershor 22 korrik. Puna dhe financat, është një moment i mirë për të marrë vendime të rëndësishme. Dashuria, kërkoni ekuilibrin mes nevojave tuaja dhe atyre të tjerëve. Këshilla, dëgjoni zemrën tuaj dhe veproni me guxim. Luani 23 korrik 22 gusht. Puna dhe financat, mundësi për përparim në karrierën tuaj profesionale. Dashuria, dedikoni kohë për të forcuar marrëdhëniet tuaja personale. Këshilla, mbaj një qëndrim pozitiv dhe të besueshëm. Virgjëresha 23 gusht 22 shtator. Puna dhe financat, kujdes me detajet në projekte të rëndësishme. Dashuria, komunikimi i qartë dhe i sinqert do të forcojë marrëdhëniet tuaja. Këshilla, bazoju në aftësitë tuaja dhe ruani qetësinë. Peshorja 23 shtator 22 tetor. Puna dhe financat, mundësi për të marrë njohje për përpjekjet tuaja. Dashuria, kërkoni harmoni dhe ekuilibër në marrëdhëniet tuaja. Këshilla, mbaj një qëndrim të hapur dhe fleksibël. Akrepi 23 tetor 21 nëntor. Puna dhe financat, mundësi për të përparuar në objektivat tuaja profesionale. Dashuria, mundësi për ndryshime të rëndësishme në jetën tuaj dashurore. Këshilla, bazoju në intuitën tënde dhe vepro me guxim. Shigjetari 22 nëntor 21 dhjetor. Puna dhe financat, është një moment i mirë për të eksploruar mundësi të reja. Dashuria, shijoni momente speciale me të dashurit tuaj. Këshilla, mbaj një qëndrim pozitiv dhe të hapur. Britsjapi 22 dhjetor 19 janar. Puna dhe financat, kujdes me detajet në projekte të rëndësishme. Dashuria, komunikimi i qartë dhe i sinqert do të forcojë marrëdhëniet tuaja. Këshilla, bazoju në aftësitë tuaja dhe ruani qetësinë. Ujori 20 janar 18 shkurt. Puna dhe financat, mundësi për përparim në karrierën tuaj profesionale. Dashuria, dedikoni kohë për të forcuar marrëdhëniet tuaja personale. Këshilla, mbaj një qëndrim pozitiv dhe të besueshëm. Peshqit 19 shkurt 20 mars. Puna dhe financat, mundësi për të mësuar dhe zgjeruar njohuritë tuaja. Dashuria, mundësi për fillime të reja dashurie. Këshilla, bazoju në intuitën tënde dhe jini fleksibël. Toshti cilat janë shenjat me më shumë fat për javën 26 maj, 1 qershor 2025. Shenjat me më shumë fat. Gaforia 21 qershor 22 korrik. Fati, këtë javë, gaforia do të jetë e favorizuar në fushën profesionale dhe personale. Do të ketë mundësi për të avancuar në projekte të rëndësishme dhe për të forcuar marrëdhënie të vlefshme. Numrat me fat, 9 dhe 33. Shigjetari 22 nëntor 21 dhjetor. Fati, shigjetari do të përjetojë një javë plot energji pozitive. Është një moment i mirë për të marrë vendime të rëndësishme dhe për të përfituar nga mundësitë që shfaqen. Numrat me fat, 7 dhe 16. Dashi 21 mars 19 prill. Fati, dashi do të ketë një javë aktive dhe plot mundësi. Iniciativat personale do të kenë një shtytje të favorshme, veçanërisht në aspektin shoqëror. Numrat me fat, 4 dhe 30. Demi 20 prill 20 maj. Fati, demi do të shpërblehet për qëndrueshmërinë emocionale dhe financiare. Është një kohë e mirë për të konsoliduar arritjet dhe për të planifikuar të ardhmen. Numrat me fat, 12 dhe 25. Mos haro, fati është vetëm një pjesë e rrugës. Qëndrimi yt, vendimet dhe veprimet kanë rol thelbësor në krijimin e fatit tënd. Sigurisht kemi ritualet dhe afirmimet për secilën shenjë të horoskopit për javën 26 maj, 1 qershor 2025.
Këto rituale dhe afirmime janë krijuar për të ndihmuar secilën shenjë të harmonizohet me energjinë e javës dhe të përmirësojë aspektet e jetës personale dhe emocionale. Dashi 21 mars 19 prill. Rituali, shkruaj 3 gjëra që të bëjnë të ndihesh jo e pasigurt dhe dogji ato me kujdes. Fokusoju në shlirimin e energjisë negative. Afirmimi, unë besoj në veten time dhe e pranoj forcën që kam për të tejkaluar çdo sfidë. Demi 20 prill 20 maj. Rituali, bëj një pastrim energjetik të hapësirës tënde duke përdorur një incens ose palo santo, pastruese mendore dhe emocionale. Afirmimi, e vlerësoj stabilitetin tim dhe punoj për të ndërtuar një të ardhme të sigurt dhe të lumtur. Binjakët 21 maj 20 qershor. Rituali, shkruaj 5 dëshira që ke për këtë periudhë. Vendosi ato afër një burimi drite duke i lejuar ato të shëndrisin. Afirmimi, mendimet e mia janë të qarta dhe frymëzimi më udhëheq në çdo hap. Gaforja 21 qershor 22 korrik. Rituali, përgatit ujë të pastruar me kristal. Lëre të shëndroj gjatë natës dhe përdor atë për të pastruar fytyrën ose duar gjatë mëngjesit. Afirmimi, unë pranoj kujdesin ndaj vetes dhe shëroj çdo emocion të kaluar për të ecur përpara. Luani 23 korrik 22 gusht. Rituali, dëgjo muzikë që të ngresh shpirtin dhe medito për suksesin dhe rritjen që do të përjetosh. Afirmimi, unë jam jo e fuqishëm o edhe jam jo e gatshme të ndriçoj në çdo hap që hedh. Virgjëresha 23 gusht 22 shtator. Rituali, përdor një gur amatist ose fluorit për të sjellë energji pozitive. Vendose pranë teje kur planifikon dhe organizon. Afirmimi, unë organizoj jetën time me përkushtim dhe qartësi, dhe gjithçka që bëj është e mbushur me kuptim. Peshorja 23 shtator 22 tetor. Rituali, vendos lule të freskëta në shtëpinë tënde dhe ndjej energjinë e tyre. Lëri ato të mbushin hapësirën tënde me harmoni. Afirmimi, unë krijoj një jetë të balancuar dhe të bukur ku dashuria dhe paqja janë përparësitë e mia. Akrepi 23 tetor 21 nëntor. Rituali, merr një dush të ngrohtë ose bëj një lavazh të këmbëve me vajra esenciale për të larguar energjinë e rëndë. Afirmimi, unë kam fushinë të shndërroj çdo vështirësi dhe të rinovoj energjinë time emocionale. Shigjetari 22 nëntor 21 dhjetor. Rituali, shkruaj një letër për një njeri të rëndësishëm në jetën tënde dhe ndaje emocionet e tua. Mund ta dërgosh ose ta djegësh si një akt simbolik. Afirmimi, unë lëgoj të lirë dhe e heq çdo ngarkesë emocionale që më mban mbrapa. Britsjapi 22 dhjetor 19 janar. Rituali, krijo një listë të arritjeve të tua dhe ndaje ato me dikë që të mbështet. Afirmimi, unë jam krenar për atë që kam arritur dhe jam jo e hapur për mundësitë e ardhshme. Ujori 20 janar 18 shkurt. Rituali, shkruaj një listë të ideve ose ëndrave që ke, pa e shqyrtuar mundësinë e tyre. Mbylli ato në një zarfe me një gur lapislazuli. Afirmimi, unë jam krijues dhe çdo ëndër që kam është e mundur të bëhet realitet. Peshqit 19 shkurt 20 mars. Rituali, dëgjo tinguj relaksues ose zhurma të ujit për disa minuta dhe vizualizo një dritë të purpurt që të mbështjell dhe të shëron. Afirmimi, unë pranoj emocionet e mia dhe rrjedh me to duke u udhëhequr nga paqja dhe harmonia. Të dashur miq, faleminderit dhe mirupafshim në videot e ardhshme.